Seksioni për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Lezhë në bashkëpunim me sektorin operacional ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Vakumi, pas disa javësh hetimesh intensive mbi veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Si rezultat i këtij operacioni është arrestuar në flagrant shtetasi David Ndoj, 21 vjeç, banues në Lezhë, po ashtu është shpallur në kërkim shtetasi Mir Ndoj, 36 vjeç, banues në Lezhë, ndërsa ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasin NB për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikëve. Operacioni është zhvilluar në fshatin Ballddrek, ku janë lokalizuar 2 automjete me të cilat lëviznin shtetasit e dyshuar. Gjatë ndërhyrjes së menjëhershme të policisë, David Ndoj është ndalur në momentin që po përpiqej të fshinte lëndën narkotike në banesën e shtetasit NB, pasi kishte futur automjetin në oborrin e kësaj banese. Ndërkohë shtetasi Mir Ndoj, dhëndri i shtetasit NB, ka arritur të largohet duke përfituar nga errësira dhe njohja e terrenit dhe po punohet për kapjen e tij. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar rreth 34 kg lëndë dyshuar narkotike llojit cannabis sativa, një pjesë së cilës ishte e presuar dhe e paketuar në qese Vakumi gati për shitje, ndërsa pjesa tjetër ishte në proces për të përgatitur në doza të vogla. Në banesën e shtetasit NB u gjet gjithashtu një pajisje që përdorej për paketimin e lëndës narkotike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Nga hetimet paraprake ka rezultuar se personat e përfshirë siguronin lëndën narkotike dhe më pas e shpërndanin në qytet në forma të ndryshme shitje, ndërsa materialet procedurale në lidhje me rastin janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme hetimore.